Mungesa e transparencës është një cilësi tashmë e Partisë Socialiste, që kurse prej 4-5 vjetësh, kronikat janë marrë nga kronikantë vetë Partisë Socialiste, janë kontrolluar për tyre dhe janë sjellë në media. Mediat kanë fajin e tyre, sigurisht, që kanë pranuar kronikat të tilla. Izolimi prej publikut ka një jetë shumë të gjatë në lidershipin e Partisë Socialiste. Ju shikoni, kryetari i Partisë Socialiste nuk ka bërë asnjëherë ndonjë debat, gjë që është pjesa më normale në demokracitë perëndimore të debatosh publikisht me kundërshtarin. Jemi në momentin kur Partia Socialiste është kthyer filozofisë së re, të asaj që thuhet përtesë majtës së djathës, por që në fakt është brenda izolimit. Është një mungesë totale e transparencës së partive politike në zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Partia Socialiste po aplikon këtë edhe për zgjedhjet lokale, gjë që është një raport i deformuar me media, një raport i cilin ne kemi kritikuar vazhdimisht. Është një raport i cili në fakt prodhohet prej kryetarit të Partisë Socialiste dhe dirigjohet prej tij. Është produkt i sjelljes së tij të përhershëm me media dhe nuk është thjesht teknik PR-i për partitë politike. Partitë politike në zgjedhjet lokale ndodhen përpara qytetarëve, në gjeografi shumë të ngushta, duhet të përcaktohen qartë nëse janë për transparencën e qytetarëve apo janë për të ndërtuar, si thua, ato që në teoria e mediave i quajnë pseudongjarje. Partia Socialiste ka ardhur në kulmin e konfliktit të brendshëm. Partia Socialiste ka disa vjet që ndodhet në konflikt midis leadershipit të vetë dhe vetë Partisë Socialiste. Kthimi i këtyre pinjollëve të bllokut, kthimi i filozofisë të bllokut erdhi së bashku me filozofinë antiperëndimore. Kanë alergji ndaj Amerikës, kanë alergji ndaj Europës dhe vjen e kulmon te slogani fajin e ka Berisha. Fushatat politike ne sjemi për gjetur fajin. Në fushatat politike ka për të zhvilluar ide, për të zhvilluar perspektiva, për të zhvilluar vendin, për të zhvilluar demokracinë, i cili është një proces. Leadershipi i Partisë Socialiste kthehet në frikën e vet për të gjetur fajin atje, për të thënë atyre që edhe për Partinë Socialiste pas ka fajin Sali Berisha. Pranimi i tij për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të të marrë zbritje në terrenin qytetar ose në mjetet qytetare të të bërit demokraci dhe të bërit politik. Është një shenjë i mirë nëse ai përmbahet deri në fund të fushatës. Them nëse i përmbahet, pasi Rama vazhdimisht ka sajuar mjete nëpërmjet të cilave ka dalë prej argumenteve politike dhe është futur në argumenta të rrugës. Moto është do t'i përshtatet shumë mirë një fushatë të zgjedhjesh parlamentare dhe jo zgjedhjesh lokale, për shkak se nëse ka një faj në qeverisjen vendore, faj në këtë rast është i shpërndar, pasi Partia Socialiste ka pothuajse gjysmën e qeverisjes lokale dhe Partia Demokratike po ashtu ka gjysmën. Kështu që nëse ai ndërton fushatën elektorale në terma negativistë, në terma faj, problemi është një problem i strategjisë së tij për ta bërë këtë fushatë.